Dorëzohet Irani shpallfundin e luftës 12 ditore të gatshëm për negociata. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian shpalli fundin e luftës 12 ditore të importuar nga Izraeli në një mesazh drejtuar kombit të transmetuar nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve IRNA. Sot, pas rezistencës heroike të kombit tonë të madh, vendosmëria e të cilit bën histori, ne jemi dëshmitar të vendosjes një arpushimi dhe përfundimit të kësaj lufte 12 ditore të importuar nga aventurizmi dhe provokimi i Izraelit, thot Pezeshkian. Masoud Pezeshkian përshëndeti një fitore të madhe në një luftë që ai tha se Irani e kishte përfunduar me sukses sipas mediave iraniane. Agjencia Zyrtare e Lajmeve e Iranit, IRNA, raportoi më parë se Pezeshkian tha gjatë një telefonate me princin e kurorës saudite Mohammed bin Salman se Irani ishte gati të zgjidhte mosmarrëveshjet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës bazuar në kornizat ndërkombëtare, ndërkohë ushtria e Izraelit tha se të gjitha rajonet e vendit ishin zhvendosur në nivel të plot aktiviteti pa kufizime nga ora 8 e mbrëmjes sipas orës lokale. Autoriteti i aeroportit të saj tha se aeroporti Ben Gurion ishte rihapur. Shefi i shtabit forcave të armatosura izraelite, Eyal Zamir, tha se ushtria ishte në përfundim të një kapitullimi të rëndësishëm, por fushata kundër Iranit nuk ka mbaruar, megjithse shtoi se ushtria po përqendrohej përsëri në luftën e saj kundër Hamasit në Gaza.